Shikoje mirë majën e gishtit tënd, ato vijat të vogla që sheh aty, nuk i ka asnjë njeri tjetër në mesin e 8 miliard banorëve të kësaj toke. Pse Allahu zgjodhi të jap një ID kaq unike në një vend kaq të vogël? Në shekullin e 7, kur njerëzit mendonin se eshtrat e kalbër nuk mund të ringjalleshin më, Allahu i lartë madhëruar zbriti një ajet kuranor që i la pa fjalë. Ai tha: "Po, ne kemi fuqi t'ja rregullojmë edhe majat e gishtave të tij." Pse pikërisht majat e gishtave? Shkenca e zbuloi vetëm në shekullin e 19 se shenjat e gishtave janë kodi unik i çdo njeriu dhe nuk ndryshojnë kurrë. Allahu na tregoi më shumë se 1400 vite më parë se ai jo vetëm që do të na ringjallë, por do të na rindërtoj deri në detajin më të imtë e më unik që na dallon nga të tjerët. Pra ti nuk je thjesht një numër në këtë botë, ti je një krijim i menduar deri në detaj nga krijuesi i gjithësisë. Ai të njeh ty personalisht ashtu siç njeh çdo vijë në gishtin tënd. Nuk je kurrë i harruar. Vëre gishtin